Cilat janë 6 shenjat më gjaknxehta të horoskopit? Shenja e parë është dashi. Dashi nuk nxehet pas 5 minutash. Ai nxehet qysh në sekondën e parë. Është si ai fëmia që nuk pret rradhë dhe kërkon gjën e tij tani, dhe nëse nuk bëhet, bota do ta marrë vesh. Si reagon dashi? Nuk mban mëri, por në momentin e shpërthimit mund të thyej diçka ose të bërtas aq fort sa të tundet lagja. Nëse ke afër një dash, asnjëherë mos provo me pritje të gjata apo me jo. Gjaknxehtësia e tij është si rrufeja, godet, shkatërron dhe pas 5 minutash të pyet çfarë do ham për drekë. Shenja tjetër që është gjaknxehtë është akrepi. Gjaknxehtësia e akrepit është më e rrezikshme sepse ajo është e fshehur. Ai nuk nxehet menjëherë si dashi që bën zhurmë, ai nxehet si një acid që të garryen pa u ndjerë. Si reagon akrepi? Sytë e tij bëhen të egërsuara si thika. Nëse e sheh që po hesht kur ti e ke nevrikosur, atëherë bëj gati valixhet. Ai po planifikon se ku do godas që të dhembë për gjithë jetën. Do të vijë një ditë që akrepi do ta nxjerrë gjithë atë vlinë. Nuk harron asgjë, ndaj gjakun e ka gjithmonë në temperaturë kritike për ata të cilët i kanë hyrë në hak. Shenja e tretë e cila është gjaknxehtë është luani. Për luanin, gjaknxehtësia është një çështje dinjiteti. Nëse guxon ta bësh të ndihet të vogël apo të paaft përpara të tjerëve, përgatitu për teatrin e madh. Luani nuk nxehet në qoshe, por në qendër të vëmendjes. Ai do të demaskojë, do të tregojë se kush është shefi dhe do të kërkojë një nënshtrim total. Gjaknxehtësia e tij do të shfaqet sa herë që dikush tjetër do të marrë shkëlqimin e tij. Ai nuk e duron dot konkurrencën e padrejtë. Shenja e katërt është shigjetari. Shigjetari nxehet sepse nuk e duron dot budallëkun dhe padrejtësinë. Gjaknxehtësia e tij nuk vjen nga egoja, por nga padurimi. Si reagon? Të prek me fjalë. Ka një aftësi gjeniale për të gjetur pikën tënde të dobët dhe për ta thënë me zë të lartë në mes të njerëzve. Për të e vërteta të çliron, edhe nëse të djeg ty si zjarr. Parashikimi do të ketë përplasje sa herë që dikush do të mundohet t'i vendosë rregulla apo t'i kufizojë lirinë. Atëherë gjaku i tij ndizet si benzinë. Shenja e pestë është demi. Demi është shenja më e durueshme, por kjo është një kurth. Ai e mbledh gjakun e nxehtë në një depozitë të madhe. Dhe si reagon? Kur kjo depozitë çahet, atëherë nuk ka forcë që e ndalon. Nëse shihni një dem të xehur vërtet, mos u mundoni ta qetësoni me fjalë, thjesht largohuni. Ai nuk vërtet, vetëm shkatërron fizikisht ambientin e tij. Shpërthimet e tij do të jenë të rralla, por legjendare. Do ndodhin kur t'i preket siguria financiare apo rehatia e tij personale. Shenja e gjashtë janë binjakët. Binjakët nxehen me trurin e tyre që punon me 200 km/h. Gjaknxehtësia e tyre është si një qark i shkurtër elektrik. Si reagon? Me sarkazm, me ironi dhe me një lumë fjalësh që nuk të lën të marrësh frymë. Janë mjeshtra për të bërë të ndihesh idiot, pa ngritur fare dorën, vetëm me shpejtësinë e gjuhës. Parashikimi do të shikoni debate të forta sa herë që dikush do të mundohet t'u shpjegojë diçka që ata e dinë tashmë, ose kur gjërat ecin shumë avash për shijen e tyre. Këto ishin 6 shenjat më gjaknxehta të horoskopit. Më pas vijnë shenjat e tjera.
Ju falenderojmë që jeni pjesë e kanalit tonë dhe ju lutem shpërndani këtë video.